ku me fat ka qenë pasi ka shumë mërgat shqiptare, si në Zvicër, Suedi, ashtu edhe në Sloveni, isha ndalë pak edhe të ndeshja e fundit e Slovenisë, kishin fituar në Ljubljana 2-0, kishin shkruar gjitha mediat, sidomos ato slovene, por edhe të Ballkanit dhe të Evropës, si në një terren mysafir, tifozët e Kosovës e kishin mbushur 70% stadiumi që nuk shihet, ndoshta askund në botë kjo, po ashtu kishin në numër të madh edhe në Suedi, po ashtu edhe në Zvicër, por në Bratislav ka qenë një rregullat kanë qenë shumë strikte për mu pajis me bileta dhe slovakët kanë bërë gjithçka që të munden që mos me leju me ble bileta ata që nuk kanë pasaport slovake dhe shqiptarit ka gjithë secili cep i stadiumit kishin arritur të sigurojnë bileta, domethënë kjo është diçka e jashtëzakonshme se si kanë arritur me bën është pa kuptim, por dashuria atyre për kombëtarën e Kosovës është shumë e madhe dhe po e ndjekin nga secila anë të botës dhe kjo ka qenë një motivim shumë i madh që me arrit në ato, domethënë pa arsye që kemi luajtur mirë e gjitha normalisht ato, po mbështetja shumë e madhe, domethënë me postin në një terren mysafir mi po 70% të tifozëve tu është diçka e jashtëzakonshme dhe normalisht atmosfera në Fadil Vokrej sot duhet jetë siç nuk ka qenë asnjëherë më parë, tifozët gjithë që janë në stadium nuk duhet ndalen asnjë moment duke kënduar në favor të Kosovës dhe normalisht që luan rol shumë edhe motivimi në situatat, sidomos në situatat të caktuara të lojës luan rol shumë të madh motivimi nga tifozët dhe përkraja nga tifozët në stadium. Po dhe për këtë Flore diskutuam përgjithsisht, por a mund të themi që kjo mund të jetë